Torino ka regjistruar një fitore të rëndësishme në Serie A dje, duke mundur Napolin me shifrat 1-0 dhe protagonist nga minuta e parë në këtë sfidë ishte edhe Christian Aslani. Mesfushori ka dalë para mediave në fund të sfidës, ku i kanë kujtuar se i ka bërë nder ish skuadrës së tij, Interit, që rivalizon me napolitanët për titullin kampion. Sot ishte e rëndësishme që të merrnim 3 pikët, kishte keqardhje të madhe për ndeshjen ndaj Lazios, kemi folur gjatë javës të gjithë. Jemi me të vërtet të lumtur, ka një publik të madh që këndon sot, jemi të kënaqur, kam ndihmuar Interin, por është e shëmtuar të thuash kështu. Unë kam respekt për të gjitha skuadrat. Nëse djemtë e Interit do të jenë të lumtur, do të dërgojnë ndonjë mesazh. Ju uroj për ndeshjen, do ta shoh, por mendoj për Torinon. Ishin fjalët e mesfushorit shqiptar menjëherë pas përfundimit të duelit.